pamundësisë për me i kry detyrat për çka janë të mandatuara me kushtetull dhe ligj. Pra me këtë që po e thoni, Bajraktari nuk mund të përjashtohet edhe një krizë e re, nëse deputetët vazhdojnë të mbajnë qëndrimet e njëjta me ato që kishin seancat e kaluara. Natyrisht, me sa kemi pa deri tash nuk është që ka ndonjë ndryshim të diskursit së paku në opinionin publik. Fakti që në bindjen time justifikoha në drejtim të publikimit, pritjes së publikimit të aktgjykimit, është një tentativë për të blerë kohë, sepse në instancë e fundit edhe publikimi i aktgjykimit nuk ndryshon asgjë sa i përket detyrimit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për ta konstituar përkatësisht për ta zgjedhur nënkryetarin e radhës, atë të pestin me radhë, sipas kushtetutës dhe rregullores së punës së Kuvendit. Prandaj një diskurs i tillë natyrisht që nuk le hapësirë shumë më shpresu që mund të kemi ndonjë veprim ndryshe nga që kemi parë deri tash. Ka gjasa që në publikimin e aktgjykimit të plot edhe të ketë ndoshta detaje se si të propozohet, të caktohet ndoshta një kufi siç u caktua dhe me deputetët shqiptar, pra që të propozohet 3 herë një deputet. A ka gjasa që të bëhet kjo pastaj edhe me deputetët e listës serbe në këtë rast dhe pastaj të ketë një mundësi të kalohet tek Nena Drashić? Shikoni, demokracia, e kam thënë edhe një herë tjetër, para se gjitha është dhe në radhë të parë, është rregulla, janë parime, janë procedura, e tek pastaj në instancë e fundit janë numra. Insistimi për të zgjedhur një deputet antar kryesie, i cili është i vetëm vis-a-vis 9 të tjerëve të cilët pavarësisht ne e dimë se si funksionojnë ata, se si ndikohen ata, e gjitha këto në bindjen time është një tentativë për mos me qenë pajtim me këto parametra. Për më tepër, siç e përmenda, dispozitivi i aktgjykimit e përmend ndër të tjera rregulloren e punës së Kuvendit. Rregulloria e punës së Kuvendit deri 12 paragrafi 6 pikë 1 përcakton që propozimi i nënkryetarit nga radha e komunitetit serb bëhet nga radha e deputetëve e shumicës e deputetëve që i përkasin komunitetin të fjalë. Prandaj çdo tentativë tjetër në bindjen time është pa justifikueshme dhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese si rregull, pjesa tjetër, pjesa narrative, arsyetuese, sqaruese shkon në funksion të asaj që tashmë ka vendosur gjykata kushtetuese dhe aktgjykimi përkatësisht arsyetimi i tij nuk mund të shkojë, nuk mund të dalë përtej asaj që tashmë është dispozitivi i cili natyrisht është i formës urdhëruese. Po në rast se propozimi i listës serbe, zotri Bajraktari, sërish nuk merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nënkryetari i fundit edhe i cili ka mbetur pa u zgjedh, cilet janë skenaret që duhet vazhdojnë tutje, marr parasysh frymën e aktgjykimit të ardhur nga gjykata kushtetuese? Fillimisht duhet prit se si do të veprohet, e thash duhet ose vullnet politik nga subjekti politik fitues relativ i zgjedhjeve për me kalu tutje, ose eventualisht gatishmëri dhe guxim politik të subjekteve të politike të cilat në bindjen time e kanë kuptuar dhe duhet me kuptuar qartë që një tentativë e tillë natyrisht është vetëm për të blerë kohë. Megjithatë, siç e kemi thënë edhe në aktgjykimin paraprake, mos respektimi i afatit prej 30 ditësh që tashmë është vendosur nga ana e gjykatës kushtetuese, kjo e fundit nuk ka vendosur në këtë fazë pasoja. Për më tepër, arsyeja e mos vendosjes së pasojave në bindjen time është në linjë me parametrat kushtetues për faktin se një gjë e tillë nuk është kërkuar nga ana e palëve të autorizuara, megjithatë duhet pritur në mënyrë që pastaj të përjashtohet mundësia që prapë të ridërgohet çështja në gjykatën kushtetuese dhe kjo e fundit të vendos për pasojën në rast se nuk do të kemi konstituim të Kuvendit përkatësisht zgjedhje e nënkryetarit të fundit brenda afatit prej 12 ditësh e cila ka mbetur si i tillë. Po, dhe a do t'ju jepte ndoshta sërish sepse edhe herën e kaluar kur patëm një